Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë e Tregtisë, Rozeta Hajdari, kishte shkelur të gjitha ligjet e mundshme, të gjitha normat e sjelljes të një udhëheqësje në këtë dikaster kaq të rëndësishëm, vetëm e vetëm t'i hapte rrugë një korrupsioni të paparë në skandalin e rezervave shtetërore. Veç shikoni krimin që përshkruhet në aktakuzën e ngritur së fundmi nga Prokuroria Speciale. Si pikë e parë, ajo ka përfshirë në proces njeriun e Kurtit, që s'është as person zyrtar dhe s'ka asnjë lidhje me këtë punë. Pra, Ridvan Muharremin, i cili u përfshi në negociatat për blerjen e rezervave shtetërore. Aq shumë pushtet i dhan këtij njeriu, saqë të tjerët mendonin se ishte këshilltari i Rozeta Hajdarit, sepse vendoste për gjithçka e në disa raste urdhëronte edhe shkarkim nga puna të zyrtarëve të ministrisë. Në restorantin e Ridit të Kurtit ishin zhvilluar edhe negociatat me kompaninë turke të favorizuar nga Muharremi e Rozeta Hajdari për blerjen e grurit. Drekat e darkat që haheshin aty nga zyrtarët e shtetit paguheshin nga buxheti i taksapaguesve, nga zyra e kryeministrit dhe ministria e udhëhequr nga Rozeta Hajdari. Atë ditë, kur u nënshkrua kontratë korruptive me kompaninë turke, e cila është specializuar për ndërtim e jo për ushqim, dreka u qeras nga zyra e Kurtit, natyrisht me para të popullit. Këto negociata në fakt ishin vetëm farsë, sepse kompania turke e kishte lëshuar 6 ditë para lidhjes së kontratës faturën prej 4.800.000 euro, gjë që dëshmonte se këta ishin marrë vesh shumë më herët. Në krejt këtë proces ishin eliminuar edhe kompani që kishin ofertuar më lirë. Kur zyrtarët e ministrisë tentuan her pas here ta ndalanin, Rozeta Hajdari nervozohej e ju drejtohej me fjalët mbyllë gojen, mendimi yt nuk më intereson fare, kur unë jam këtu ti nuk flet e të tjera. Njëjtë sikurse me grurin kishte ndodhur edhe me vajin e sheqerin. Kompanitë e Ridit me konfirmimin e Rozeta Hajdarit kishin fituar kontratën. Prokuroria Speciale ka specifikuar shumë qartë se procedura e blerjes së rezervave shtetërore duhet të jetë e hapur. Sekret është veç vendodhja e rezerves e cila i është zbuluar Ridit. E madje ai ka përcaktuar edhe se ku ka me urujt malli. Rozeta Hajdari në ndjeninë e Albin Kurtit, që është ftuar si dëshmitar dhe nuk është paraqitur, me tendencën për me i fshej hajnin, krejt këto veprime i bëri në emër të asaj që ajo i referoi si sekret shtetëror. E kur ky sekret, që në fakt s'ishte i tillë, u zbulua, u morë vesh gjithashtu se Kosovës ju shkaktua dëm prej 2.9 milion eurove.